Këtë javë u përkujtua 18 vjetori i pavarësisë së shtetit të Kosovës. Pikërisht për këtë arsye, libri që do doja të sugjeroja ditën e sotme është Republika e parë e shkriptarit, publicistit dhe gazetarit Mero Baze. Libri i Bazës trajton periudhën vendimtare nga viti 1989, periudhën në cilën u hoqë autonomia e Kosovës, deri në vitin 1999 që ka të bëjë pikërisht me çlirimin e vendit nga forcat aleate. Është një histori politike e një dekade të tërë, e cila tregon se si ka jetuar, se si ka mbijetuar, por dhe se si ka funksionuar një shtet paralel brenda shtetit jugosllav, i cili ndonse nuk njihej zyrtarisht, ka ekzistuar formalisht në letra dhe ka ekzistuar në të vërtetë. Mbështetur në arkivin e ish kryeministrit të Kosovës Bujar Bukoshi, Baze ndërton një histori politike të Kosovës brenda Jugosllavisë, përballë tezave shoviniste serbe dhe projektit për spastrim etnik, si dhe përpjekjeve të shqiptarëve për të ruajtur identitetin dhe institucionet e tyre. Autori ndalet te ngritja e pushtetit paralel, funksionimi i strukturave të arsimit të shëndetësisë, financimi nga diaspora, rezistenca paqësore e udhëhequr nga Ibrahim Rugova, qeveria në ekzil e Bujar Bukoshit, dhe më pas te energjia e re që solli ushtria çlirimtare e Kosovës. Rrëfimi kulmon me zhvillimet që quan në ndërhyrjen e NATO-s dhe shkeljen e tokës së lirë në vitin 1999. Republika e parë tregon për një shtet pa ushtri, një shtet pa kufi dhe një shtet pa njohje ndërkombëtare, por që mbaj në kem vetëm nga dëshira e njerëzve për liri dhe për pavarësi. Republika e parë e Mero Bazës është një libër voluminoz dhe një libër që kërkon impenjimin e lexuesit për shkak të fakteve, për shkak të dokumenteve, por për shkak edhe të një njohje që kërkohet nga ana e lexuesit për ngjarje dhe për rrethanat të cilat zhvillohen në ngjarjet, pra për një lloj njohje të kontekstit politik dhe historik të Kosovës së kohës. Përveç disa kapitujve që janë shkruar me stilin publicistik dhe gazetaresk dhe janë krijime origjinale të publicistikës së Mero Bazës, një pjesë tjetër e kapitujve të librit ndërtohet mbi dokumente nga arkiva personale e ish kryeministrit të ekzil Bujar Bukoshi, por dhe nga dokumente që Baze ka shpjetuar për ndërtimin e këtij libri. Pra, sugjerimi im për të gjithë ndjekësit e gazetës Tema, por jo vetëm, është libri studimor dhe publicistik i gazetarit, publicistit dhe shkrimtarit Mero Baze, Republika e parë, një histori politike e Kosovës së viteve 1989-1999. Është një libër mjaft interesant, një libër që i vjen në ndihmë jo vetëm studentëve dhe studiosve, por dhe të gjithë atyre që duan të njohin pikërisht Kosovën e një dekade mjaft të vështirë, por një dekade mjaft domethënëse për të ardhmen e saj. Çfarë do të thotë që nuk mund të njohim historinë dhe nuk mund të kuptojmë saktë historinë politike të Kosovës së sotme pa kuptuar këtë periudhë vendimtare për krijimin dhe për ndërtimin e institucioneve të Kosovës.